kanalit tim, ju që jeni të rinj, mirë se erdhët. Unë që Danja dhe ju ndodheni tek Danja's Channel. Sot jam zgjuar me energji të reja, sepse sot do bëjmë diçka që nuk e kemi parë asnjëherë në kanalin tim. Sot do shkojmë dhe do bëjmë matje të një apartamenti, sepse unë do bëj interior design. Jam shumë e lumtur. Jam shumë emocionuar, jam shumë e lumtur. Edhe jam edhe pak e friksuar të them të drejtën, pavarësisht se apartamenti që unë do dizenjoj është apartamenti I Marijes edhe Redionit, sepse ata kam blerë një apartament, edhe duan ta bëjnë të bukur dhe ma ka lënë mua në dorë. Prap e kam qik me siklet se është projekti im I parë që do bëj. Edhe dua që ta pëlqejnë, dua mos të ngelen të zhgënjyer. E kam qik me frikë se të them të drejtën, eksperienca ime në interior design nuk është shumë e gjerë, është vetëm 1 vjeçare, sepse kam punuar vetëm 1 vit në interior design dhe pastaj kalova në projektim, aty ku jam tani domethënë, që është gjëja që më pëlqen më shumë akoma dhe jam e lumtur, por që edhe interior designi duhet, se interior designi ka më shumë punë ditët e sotme. Anyway, u bëm gati dhe do shkojmë tek apartamenti I Marijes dhe Redionit, që të fillojmë të bëjmë matjet, edhe pastaj të fillojmë me projektin. Unë projektin e kam filluar, sepse kam bërë matjet e para, matjet fillestare për para gati 1 viti. Gjithsesi dua të bëj edhe matjet të tjera që t'i konfirmoj, që të mos bëj gabime, edhe pastaj të fillojmë me implementimin e gjërave që dua të bëj, si ngjyrat, mobiljet, e tjera me radhë. Ngjyrat dhe mobiljet, kaq. Ja. Hajde ikim. Bie shi jashtë, siç e shikoni. Dhe kam blerë këtë mushamar që ta vesh kur jam në motor. Edhe do ta lën në motor. Sa e bukur është. Ti si t'ja tregoj. Do vede kokorin tani. A few moments later. Anullim loje. Kur dolëm ne nuk binte shi fare, po gjithsesi unë thash po edhe këtë. Se mas e zë rrugës, që mos lagem. Doni ju që filloj një shi pa parë. Emreja nuk e vuri mushamana. U be qu, edhe thamit si shpuna. Pa kthehemi në shtëpi fare. Edhe tani shikojmë kur do vemi prap. Nuk bëhet në të shi të vem me motor. Nuk e di. Qartë bëj tani derisa të pushoj shiu, që të nisemi prap, do rregulloj dhomën, do ndroj çarçafët. Në fakt ne u nisëm edhe për të vajtur nga dentistja, sepse un kam patur dhimbje të një dëmballe tjetër, edhe duhet vetë ta kontrolloj, edhe pastaj qande do shkonim nga Maria. Dhe u kthyem. Ju do thoni tash po kjo ç'a bën me 3 jorgan kuverta, 2 organ, 1 kuvert. Tani ju më njihni mua që jam njeri plevitosur, apo jo. Edhe normalisht, kam ftohtë. Edhe kondicioneri këtu në fakt nuk na punon, kondicioneri domës. Duhet të vi tekniku I kondicionerave, që ta kontrolloj, po nuk ka ardhur dot se nuk kemi patur kohë, kemi që në punë. Unë duhet të shkoj edhe nga shtëpia e Aleksiës që të marr rrobat e dimrit, se dollapi që kemi këtu është shumë I vogël. Dhe unë rrobat e dimrit I lash andej, mora vetëm rrobat e verës. Porosita tani një taksi të vije, edhe të shkoj të paktën të bëj një punë tjetër të dobishme. Mbrëm që thonë ju, kam e kurosur rrobat deri nga ora 1 ca. Edhe kisha pirë edhe ca gota Coca-Cola. Kafeina ishte okej. Mua s'po më zinte me gjumi. Qa bere në orën 1:30 pastaj? Ju futa lava tualetin. Kam larë banjën në orën 1:30. E rregullova edhe krevatin. E lava tualetin, pastaj s'po më zinte me gjumi edhe po shikoja atë serialin Old Money që ka dalë në Netflix tani, është serial turk. Edhe më ka zënë gjumi nga ora 2:30. Sot u ngrita shpejt në fakt, se kisha vënë edhe alarmin në orën 9:30 të zgjohesha. Fita edhe ca, 10 minuta, pastaj u ngrita. Edhe ja ku jemi. Sa po arritëm te apartamenti, te pallati, më saktë, se te apartamenti s'kemi hipur akoma. Është nga të 7, edhe nuk ka ashensor akoma. Kështu që do ngjitemi me shkallë. E po këto ka të qenurit arkitekte dhe interior designer.
punon në masa të vështira. Po mirë bre, juve pallatin tuaj s'bani me më, apartamentin tënd ti ku e ke më? Pas ka vendosur ashesorët, po nuk punojnë. Sa shmirë. Nuk është mirë se do në gjitë 7 kate më kam të nej. Uj s'ka. Erdhëm në shtëpizën. Hapën I thaj rosët pak. Shë në banjë dhe... Ka për dhe... Ka për video këtë shë në me kam përë. Gra? Kur kemi ardhur herën e kaluar, para një viti, punëtorët kishin bërë e tyre këtu në tualet, po atëre nuk ishte ujë. Sa gjesh më tua mund t'jede, më thënë sa të piset. Duhet bëj një ambient më vete, ku punëtorët të kenë mundësi të kryejnë nevojat e tua. Por jo, ishte bërë aty katofi që që them, u lemerisim kër e bërë. Anyway, tani do fillojmë nga puna, nga matit, edhe pastaj do kem do ham. Faleminderit arkitektë janë e dashur për punën që ti po bën. Lutem, me dhe qofshin. A do të bësh njësoj kur do të them që do ta bësh falas? Po, patjetër. Pse gënjen? Po falas do e bëja gjithsesi. Besoj. Po falas do e bëja. Po mos aq për ta dish që është falas? Po, patjetër, Ja. sigurisht. Me bushërirë së po japi botës. Mandje, Shi, bravo Danja, e kalove testin. T'jap lekët. Çfarë më japësh? Emre, si ndihesh si asistenti Danjës? Shumë mirë. I'm very happy. Do you like Danja when she's working? Yes. She's a very great... She's working very funny, very smiling, very happy. Yeah. I'm very big liar. I'm very big liar. Emreja po gënjen, po. Do ta mbyllim atë, ta mbyllim me mobilin, ta mbyllim me ekipës. Ço do mbyllesh ti më shpejt se nuk e kuptoj. Atë atje, aty taret, ne do I blokojmë. Ajo nuk do duket, edhe nuk do bëj asnjë lloj ndryshimi me mobilin me kuzhinën tonë. Po, Kjo e di qa flet, kështu që nuk do ta besoj. besoj jo. Edhe pyetja ime që do I bëja juve, ishte, idealisht. Emre, porda? The fuck, Emre? What the Did you fuck? fart? No. I mbaruan matjet. Shilloj fiu prap. Shilloj fiu. Shiloj fiu. Filloj shiu. Shilloj fiu. Shiloj fiu. Shilloj fiu. Shiloj fiu. Filloj shiu. Paralarım var. Ne kadar? Kaç para bu beygir? Kaç para bu ne? Kaç para bu beygir? Kaç para bu beygir? Satmayacağınız mı? Yemeyeceğiniz mi? Bastırı 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 bastırı. Çektir 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 çektir. Mahen yüzani. Kaç para bu beygir? 7,5. Shikoni pak si bëhet një arkitektë kur vete për matje. Në një pallat që është akoma në ndërtim. E zdeza. Edhe shikoni pak si bëhet një që jep motorit. Zgjyrë. Ore, po I thasha Marijes, ky redioni sa seksi duket me këtë makinën. Gjone. Më dëgjove, a? Sa po dolëm nga Jalapeno, unë dhe Emreja ishte era pa që shkonim, Maria me Redioni kishin qenë edhe më përpara. Edhe ai djali që na mori porosin, kamarieri,
nuk e di, kamarieri dhe kasieri të gjitha i vente. Më pa kamerën mua edhe tha, po filmon për diçka, tha, po për qef, për veti, thash unë jam youtubere. Edhe erdhi na ofroi ato pijet, na ofroi margarita, edhe ato dy pijet, njëra ishte me guava, tjetra ishte me mango. Dhe pastaj në fund fare na sollën edhe shoksa. U kënaqem. Ishte eksperiencë e bukur. Edhe mua më bëhet shumë qefi në fakt kur shkoj nëpër vende si për të ngrënë, si për të marrë ndonjë shërbim tjetër. Edhe më ofrojnë gjëra falas. Shumë kënaqet. Edhe i falenderoj. Ishin shumë të mira me qira fjala, edhe ishin shumë të bollshme. Kishte shumë sasi. Unë nuk arrita do ta mbaroja. Mora quesadilla, burrito mori Redioni edhe Emreja, kurse Maria qa mori? Rice bowl. Dhe tani po shkojmë tek Hana, sepse është raundi i dytë i ushqimit. Do ham ëmbëlsira, ose do pim ndonjë gjë, çka ndonjë kafe, çka ndonjë cappuccino. Neve sot nuk na vjen në shtëpi, kështu që vendosëm që nga Hana të vinim në Teg. Tani thjesht po vim për dallë për të parë se çfarë gjërash ka, po jo se do blejmë ndonjë gjë. Siç kishim për të bler i ezauruar. Unë kam bërë një porosi shumë të madhe, jo shumë të madhe, të madhe, nga Fashion Nova, dhe mezi presit të më vinë ato roba që porositëm. Supozoj të vinë datën 21, po nuk e di, ja të shohim, se do të kalojnë edhe në këto dogana, do të bëjmë pagesën e taksave, etj. Po për këtë do ju flas kur të vijë pakoja, që të bëj edhe hollë. Do vdes, sa të bukura, sa të vogla. One eternity later. Kush e erdhi nga motra? Mi nxorë rrobat, më vjen gati. No? Nuk ti nxora. Ti shkom në krevat ato. Erdha këtej nga Alexia tani, pasi mbaruam ande nga Tegu. Sa është ora me vajti goxha vonë në fakt, ose rollatëm ora 8. Kemi gjithë ditë që jemi jashtë. I them lodhur nuk e keni det, në dhemi në këmbët. Bleva një çantkë të re tek H&M, ishte 20.000 lekë, ishte me lira e mundshme që mund të gjeja, prandaj edhe e bleva direkt. Domethënë nuk e bleva vetëm se ishte e lirë, po më duhej një çantë tjetër, pak më e madhe. Se më duhet që të marr kamerën, kuletën, kur dal, edhe këto çantat e tjera kanë qenë shumë të vogla. Nejse, bleva dy par dorashka, ishin 7.000 lekë, mos gaboj. Çfarë bleva tjetër? Bleva dhe një par taka. Sa të bukura, janë të thjeshta, janë të zeza, me maj, do t'ja tregoj kur të vete në shtëpi, po ishin shumë të bukura dhe dukeshin shumë seksi në këmbë, ato ishin 35.000 lekë. Yeah. Kurse Emreja bleu dy palë pantallona, ato ishin nga 16.000 lekë, nga 48 më duket ishin bërë me ulje 16.000. Ishte ulje? Po, te H&M i mora të gjitha këto. Edhe Emreja ato te H&M i mori. Bleu dhe një par dorashka, Emreja 2.500 lekë, gjeti dhe një par të tira 500 lekë dorashka. 500 lekë? Crazy! 500 lekë! I mora motrës edhe tiramisu, që ta ëmbësoj. Zemrën e motrës. Ne nuk flasim shumë të lloj mënyre. One eternity later. U ktheva në shtëpi më në fund. Domethënë kam ca që jam kthyer. Tani t'ju tregoj pak se çfarë bleva. Emreja mori këto xhinse. Çuçja. Më hungry. Emreja mori këto xhinse te H&M-i. Të gjëra. Jemi fiksuar të dy me Emren me xhinse të gjera, nuk e di çfarë na ka hipur ky qefi kështu. Mori edhe këto ishin akoma më të gjera, po ishin shumë të lezetshme, rini shumë bukur. Dukej si rapper, si reper. Do ta bëjmë reper, super baggy, që kanë këto. Kurse këto tjerat, baggy. Emreja mori këto dorashka që ju thash ishin 2.500 lekë. Shumë cute, të lezetshme. Kurse unë shenja të lodhjes. Unë mora këto të dyja, që ishin, sa ishin këto? 7.000 lekë. Edhe janë smartphone gloves, valla, që kanë këto... I tried but I shikoni... it's working. Janë me ngjyra të ndryshme, këto dy gishtat,
që mund të përdoret telefoni. Se normalisht me doreza, me dorashka nuk përdoret kollaj telefoni, me dorashka normale domethënë. Dhe blerja më e bukur ishin këto takat, që ju thash, këto i mora te Stradivariusi, janë kaq fine, janë kaq të thjeshta, ishin shumë të rehatshme, kanë këtë materialin cop, po vjen pak shu. Si t'ja u shpjegoj, ju nuk ja u shpjegoj dot. Edhe ishin shumë të lezetshme kështu nga poshtë, që të mos rrshkasësh. Taka ishte në këtë lloj formë. U bë goxha kohë në fakt që nuk vesh taka të tilla normale. Kam veshur vetëm takat e kërcimit. Takat e kërcimit. Po mos të bukura që janë. Emreja tha janë shumë të bukura, po nuk do t'i veshësh as sekundi, tha. Po të më nxjerrë në date ky normal që do t'i vesh. Edhe le t'jen. Plus që i luajta Emres kartën që më ka luajtur ai mua, kur donte të binte një palë këpucë, më tha mua, më mirë të qëndroj në dollap se sa të qëndroj në mendjen time. Po. Ishte e zgjuar në fakt si shprehje, si thënie. Edhe unë çfarë bëra? Kur më tha nuk do t'i veshësh, i thash, më mirë të qëndroj në dollap se sa të qëndroj në mendjen time. Hajde kic. The next day. One eternity later. Hello përsëri. Pas shumë orësh, nuk e di se sa orë kanë kaluar. Mbaruam së ngrani. Mbaruam edhe një film që kishim nisur mbrëm dhe e lam për gjysmë nga ora 2 e mëngjesit, se mua po më zinte gjumi më puti fare. U fta bëra dush, rregullova edhe flokët. Edhe do dalim sepse kemi lënë që do takohemi me grupin nga ora 5, ora 4 në fakt, në një kafe. Harova që herën e kaluar t'ju tregoja se çfarë bleva tjetër kur isha në Kosovë dhe po ja u tregoj sot. Atëherë, bleva një laps buzësh të kuq, një liner për syt të zi, këtë s'ka nevojë ta bëj në dorë se i zi është. Edhe do tentoj ta bëj tani. Bleva gjithashtu lip liner tjetër, këtë ngjyrën kafe. Vjen pak kështu si në bezh në fakt, jo kafe. Bleva edhe ky është numri, ku ka numri kjo? 205. Kurse ky tjetri është numri 224. Ky këtu. Ishin më lirë dhe se këtu në Tiranë. I bëra edhe puskat jashtë kamerës. Bëra një eyeliner këtu, që me zi duket, po hajde ma, si fillim. Po dua shumë që të lyem, të bëjmë gati edhe kur shkoj në punë, po nuk kam vullnet. Më thoni qik, më jepni sekretin e vullnetit dhe dëshirës tuaj për, do më thënë dëshirën kam, po vullneti që të ngrihem në mëngjes, të lyem, të bëjmë gati, të rregulloj flokët, të vishem bukur dhe t'ikim punë. Ku ta gjej këtë lloj vullneti? Ma thoni tot se unë nuk e di ku ta gjej. Dale. Oo, güzel. Şöyle yap. Şöyle. Şöyle mi? Evet. Niye? Evet. Më dha për të veshur xhaketën e vet, me që s'kam xhaketë të trashë dhe të lezetshme dhe të bukur, edhe ja. Po. Po ti këtu? Sa çfarë kjo që mos vija. Jo, nuk do vi Aleksia. Aleksia ka planet e veta. Elena, përshëndetim Elena. Elena, përshëndetje. Por i kthyem në shtëpi, sepse ka ndeshje, edhe Emreja donte që të shikonte ndeshje Fenerbahçe dhe një skuadër tjetër që nuk e pyeta se kush luan. Tani do bëj pak pilav, sepse dua që të marr dhe nesër me vete në punë. E lava kuzhinën dje në darkë, nga që bëm vezët e skuqura sot mëngjes, u bë prap pis. Ka raste, si ky sotmi,
që nuk ndihem mirë. Më kap kështu ndonjëherë ndonjë budallallek. Edhe ku nuk ndihem mirë, shastisem fare, shushavitem edhe bëj ndonjë gafë. Siç ishte gafa e thyerjes së një gote që bëra tani duke la renët. U bë kjo gota më ra nga dora që nuk kaq vite sa kam unë që bëj punët, kam la renët edhe me thonjë të gjatë, mua nuk më ka rënë asnjëherë gota nga dora, as pjata, as gjë që të thyet. Dhe ja ku jemi. Po, siç themi ne ande nga anët tona, qoftë me kaq. Nuk e di në qoftë se ju zë juve ndonjëherë kështu ndonjë ndjesi dëshpërimi, ndjesi negative, ndjesi palumturie. Ju se jam e palumtur, po me të nuk ka asgjë që të më bëj të palumtur. Shqy Zotit gëzoj shëndet të mirë, si unë, si familjarët e mi. Mami, babi, jo, s'duhet ta mblidhja me këtë. Mami, babi, Aleksia, Emreja, familja Emrejës, jemi të gjithë me shëndet të mirë, shqyr. Po, unë jam tip që kërkoj shumë nga vetja. Edhe jam në një fazë të jetës që edhe pse nuk duhet ta bëj, e di shumë i që nuk duhet ta bëj, ka raste që krahasoj veten time me moshatarët e mi. Edhe them, ç'a po bëj unë me jetën time? Ku janë moshatarët e mi, ku jam unë? Një pjesë e tyre kanë krijuar familje, domethënë janë me fëmijë. Një pjesë e tyre kanë krijuar bizneset e tyre që janë shumë të suksesshëm dhe më bëhet shumë qefi, madje mundohem të inspirohem nga ata. Një pjesë e tyre kanë zgjedhur të shkollohen, domethënë të vazhdojnë shkollimin e mëtejshëm, dhe unë që e shikoj veten shumë mbrapa moshatarëve të mi. Edhe kjo më bën të ndihem shumë keq, edhe pse e di, kam parë dhe i kam lexuar ato historirat edhe storyt, këto postimet e Instagramit që secili ka kohën e vet, nuk duhet të krahasohemi me njeri. Po gjithsesi është shumë e pashmangshme, nuk e di se si e shikoni ju, po unë e shikoj shumë të pashmangshme që të mos krahasoj veten time me dikë tjetër. Edhe e di që është për fajin tim, sepse në momentin që unë mbarova shkollën, u ktheva në Korçë për arsyet e mia, punova atje në një punë që nuk ishte plotësisht në profesionin tim, e humba një vit me atë punën. Pastaj kur u ktheva në Tiranë, punova si agjente imobiliare, e humba edhe një vit tjetër nga profesioni me punën si agjente. Jo se nuk më pëlqeu, puna si agjente imobiliare më pëlqen jashtëzakonisht shumë, nuk e keni idenë. Dhe unë them gjithmonë që e kam lënë pauzë, nuk kam hequr dorë përfundimisht nga puna si agjente. Të rikthejmë në një moment të dytë, por që ishte një largim, ishte një vit që unë nuk punova si arkitekte, një vit tjetër, bën 2 vite që s'punova si arkitekte. Dhe pastaj vendosa që t'i rikthehesha arkitekturës dhe fillova punë si interior designer, që pash që nuk ishte puna që unë doja të bëja, nuk ishte interior designi ajo që mua më thëriste edhe që më përket, nuk di se si t'ja u shpjegoj. Nuk e gjej veten te interior designi, pavarësisht se do mundohem, sepse interior designi ka lek, edhe ka lek të menjëhershëm, ndryshe nga projektimi, sepse që të hapësh studion tënde në projektim, duhet minimumi 5 vite që të marrësh licencë, edhe normalisht edhe eksperjenca, s'mund të dalun tani me një vit eksperiencë edhe të bëj vila e pallate. Kush më merr mua njëherë? Me logjik. Kështu që ka puna, kurse interior designi është pak më ndryshe. E merr licencën pak më shpejt, me 2 vite punë. Edhe e ka edhe fitimin më të shpejt, gjithsesi. Me qira fjala, unë kam filluar një kurs interior designi, kam 2 javë. Më thënë këtë javë që vjen është java e tretë, është 4 orë një javë. Edhe të shikojmë se si do ndihem me kursin. Ndoshta mësoj pak më mirë, ndoshta mësoj pak më shumë gjëra se sa mësova kur isha në punë. Ndoshta do më bëj që të ndihem pak më ndryshe dhe ta shikoj me një sy tjetër interior designin. Nuk e di. Të shikojmë. Do zgjas 9 javë kursi. Kështu që pas 9 javësh do shikohet rezultati tamam. Nuk e di. Më erdhi që t'ju flisja për këtë situatë,
Ndoshta ka persona të tjerë që ndodhen në të njëjtën situatë si unë, që kanë këto mendime si unë, edhe pse normalisht duhet i kemi. Po është njerëzore, është normale. Më duk si terapi fakti që u shpreha me ju tani. Shpresoj që ta kaloj. Edhe kush ndihet si puna ime, shpresoj që ta kaloj sa më shpejt këtë lloj situate. Dhe uroj që secili nga ne të gjej atë gjën që e bën të lumtur, atë gjën që e bën ta doj punën, ta bëj me qejf, me dëshirë të madhe. Siç po bëj unë për momentin projektimin për shembull, e kam me shumë qejf. Po që normalisht do doja që të kisha diçka timen. Po që fakti që kërkoj shumë nga vetja më lot shumë ndonjëherë. Hello nga një ditë e zakonshme. Unë sapo jam kthyer nga puna, edhe hapa kamerën tani që të bëj mbylljen e videos, se nuk e kisha bërë përpara. Edhe doja t'ju lajmëroja që videoja e radhës do të filloj me një haul nga Fashion Nova, sepse siç ju thash kam bërë një blerje, edhe sot arriti shumë shpejt në fakt, po për shumë detaje të tjera, edhe për haulin do e shikoni te videoja e radhës. Tani, unë përpara se të largohem, ju e dini që i them gjithmonë, mos harroni të bëni subscribe, like, share, comment, më ndiqni në rrjetet e mia sociale dhe bashkë do të shihemi në videon e radhës. Ju puth dhe ju përshapoj të gjithëve. Bye!